Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim. E në fakt kur u ndërtua kjo studio, misioni jonë që në fillim, që në ditën e parë të transmetimit e kujtoi tetorin e vitit 2018, ka qenë për njerëzit e humbur. Kjo studio është përdorur ndër vite për njerëzit e humbur dhe pse shpesh, le të themi vitet e fundit kanë sjellë dhe histori të ndryshme probleme familjare. Por misioni i njerëzve të humbur do të vazhdojë përgjithmonë në emisionin Pa Gjurmë, duke nisur dhe nga vetë titulli Pa Gjurmë, njerëz të cilët janë larguar dhe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët. Ndër vite kemi trajtuar shumë histori, historitë e shumë të rinjve, të rejave, nëna, baballar, të cilët janë larguar dhe kanë humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tyre në Shqipëri. Një dretare e cila u qel, le themi në Report TV, për t'ju dhënë zë këtyre familjeve që janë në kërkim të personave të tyre të dashur. Ditën e sotme, redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një vajze, një 18 vjeçare, nga ura vajgurore, e cila u largua në vitin e largët 1996 në drejtim të paditur fillimisht. Ajo quhet Mimoza Kallmi. Këtë histori për të gjithë besnikët e Pa Gjurmë e njohin historinë e Mimoza Kallmit, 18 vjeçare e cila u dashurua me një djalë në vendlindjen e saj dhe u largua nga banesa pa njoftuar askënd. Ajo mbërriti në shtetin italian dhe gjithnjë familjarët e dyshuan që ai vit 1996 dhe vite më pas, një pjesë e mirë e të rejave shqiptare janë trafikuar drejt shtetit italian dhe familjarët e dyshuan që personi që ajo dashuronte nuk e donte për ta bërë nënën e fëmijëve të tij, por ta shfrytëzonte si punojëse seksi në Itali. Dhe pse le të themi kontaktet e para ishin mes Mimozës dhe familjes, më pas të kontakte u shkëputën dhe nuk mësua asgjë për fatin e saj. Kërkimet vazhduan nga ana e familjarëve, por fatkeqësisht nuk gjetën asnjë gjurmëjete për Mimoza Kallmin. Në vitin 2008, një lajm mbërriti në familje dhe le të themi ky është dhe viti që u shkëputën kontaktet. Do e selim sot në fokus të histori gjithje me shpresën për të mësuar ndonjë detaj dhe për të zbuluar të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e Mimoza Kallmit. Motra e saj, Ëngjellushe Gjishti, ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje Odeta. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje për emisionin. Dhe sa herë që vjen në këtë studio, sytë e tu janë sa herë me lot kur shikon foton e motrës. Ama Odeta, mezi po pres. Edhe sot thash mos kam në një lajm që më dërgoj Odeta, thash, nuk e di. Piki me shpresë. Sepse malli është i madh. Shumë. Dhe nuk janë pak vite, janë shumë vite. Shumë, po bëjnë 30 vite. Që ju nuk e keni parë. Nuk i keni dëgjuar zëri dhe nuk dini se çfarë ndodhi me të. Nuk e di. Kur do vija ditë të dëgjoj zëri ta shoh me sy. Nuk e di. E ta shoh Ëngjellushe, mendoni që është në jetë apo ndoshta diçka i ka ndodhur? Nuk e di, nuk e di. Kjo është fotoja e fundit e saj, le të themi, një ndër fotot e fundit. Po. Këtu ka qenë e re, diku 17 vjeç, 16 Ka dalë vjeç. me nipçën me çunën e motrës. Ishte tek motra ime Sarand, atje me çuna saj ka dalë. Ja, e kemi foton e plot. Kjo është një ndër fotot e fundit. Para sa ajo të zhdukej dhe të largohej në 96-ën, kur ishte vetëm 18 vjeç. Po. Unë uroj që... Kur e shoh foto më ti, Odeta, sikur më shikon. Çfarë do i thoshe? Kësaj foto që të ka marrë malli është motra juaj me shpresën që ajo sot në një moshë shumë herë më të madhe, 48 vjeç i bie. Nuk e di pse nuk kujtohet për neve, nuk e di që ajo ishte dashur shumë, nuk e di pse nuk, nëse është gjallë. Nuk e di pse. Do t'jemi të dyja gjatë sot dhe fokusi i emisionit do t'jetë Mimoza Kallmi, që regjia na ndihmoi me foton, me pasaportën e saj, një 18 vjeçare që u largua për herë të parë në 1996 drejt Italisë,
Prej 30 viteve ajo nuk u kthye në Shqipëri asnjëherë, familjarët i shkëputën kontaktet që prej 4 dhjetorit të 1996 dhe pse në vitin 2008 u zbulua një informacion se ajo mund të ndodhej në shtetin grek dhe kishte nisur një jetë së re, kishte krijuar familje, por kjo e vërtet nuk u zbulua dhe nuk dihet nëse është Mimoza Kallmi apo bëhet fjalë për një tjetër shqiptare. Unë dua në këtë moment të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur për historinë e kësaj 48 vjeçare nga ura bajgurore e Beratit, që figuron edhe sot e kësaj dite e zhdukur, dhe rikthehemi. Një tjetër histori zhdukje e papërgjigje vjen në vëmendje përmes pagjurm, ku familja kërkon prej vitesh të zbar fatin e një vajze të re. Mimoza Kallmi e lindur me 8 maj të vitit 1978 në urën vajgurore, u largua nga Berati në dhjetor të vitit 1996, vetëm 18 vjeçë në rrethana të paqarta. Ajo kishte pak kohë që kishte nisur një lidhje dashurie me një djalë nga zona e fermës partizane, me të cilin dyshohet se u largua pa lënë asnjë gjurmë. Që nga ajo ditë familja nuk pati asnjë kontakt me të, misteri mbeti i pazgjidhur për vite me radhë, deri në vitin 2008, kur Mimoza u pa për pak çaste nga mbesa e saj në një fshat të Greqisë. Takimi zgjati vetëm për pak minuta dhe më pas ajo u zhduk sërish, pa dhënë asnjë shpjegim. Familjarët dyshojnë se ajo mund të jetë trafikuar drejt Greqisë apo Italisë, por deri më tani nuk ka asnjë provë konkrete që të çojë në gjurmët e saj. Edhe familja e djalit me të cilin u largua nuk ka asnjë informacion për fatin e të rinjve. Sot pas kaq vitesh, e vetmja shpresë mbetet që Mimoza të jetë gjallë. Në studio motra e saj Angjelusha kërkon ndihmë për të mësuar të vërtetën dhe për të rikthyer motrën pranë familjes, që nuk ka rreshtur kurse kërkuari. Kjo është historia e dhimbshme e 18 vjeçares nga ura vajgurore, e cila u zhduk në vitin 1996 nga Italia dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e saj. Sot jemi në 2026, 30 vite janë mbushur dhe kjo familje është ende në kërkim për të zbuluar të vërtetën e saj. Çfarë ndodhi me fatin e Mimoza Kallmit, një e re, një adoleshente, e cila u largua me të dashurën e saj drejt Italisë dhe shkëputi çdo lloj kontakti me familjen e saj në urën vajgurore. Në fakt, e dashur Angjelushe, nëna juaj kishte ndruar jetë përpara se motra të humbiste. Ajo, sa vjeç ka qenë kur vdiq nëna? Flas gjithnjë për Mimozën. Ajo 10-12 vjeç, gjetë kjo kështu. Po, e vogël. Ka qenë fëmijë dhe në momenti që humbi, me kë jetonte Mimoza? Me babi, me vllain, me kunatën. Vllai ishte i martuar në atë kohë, jetonte me vllain, me nusën e vllait dhe me babaj. Shkollën e gjimnazin e kishte mbaruar? Jo, vetëm 8 vjeçare bëri. Por pse? Frika e babait që... Nuk e di atëre. Kishte mbaruar klasën e 8 Unë dhe isha rritje në martuar, shtëpi. nuk e di pse nuk e vështoj, edhe mbas se s'kam mësuar, nuk e di. Ju jeni 3 motra dhe një vlla, me gjithë Mimozën, 3 motra dhe një vlla. Ju të 3 ishit të gjithë martuar, vetëm Mimoza ishte e pamartuar dhe ishte e vogla e shtëpisë. Dhe jetonte me babajn dhe me vllain. Por largimi dhe zhdukja e saj, dhe pse e ke treguar në këtë studio, unë dua të pyes, si ka qenë, le të themi, ajo nuk ishte kontakte me askënd, qoftë me babajn, me vllajn, e vështirë të tregosh në atë vit, kam rënë dashuri me një djalë, do largohem, e pa konceptueshme, por me ndonjë person tjetër afër familjes, ka shprehur diçka motra juaj? Po ja këtë më thoshte, mua që unë e dua, më ka thënë që do blejmë shtëpinë në Kutçov, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, për ndërtuar familjen. Këtë më thoshte mua jo. Pra, vetëm ju ishit në dieni që motra ishte dashuruar me një person? Po unë kam thënë që vllai ka kapur dhe vetë duke folur. Edhe i ka folur në fakt atëre. Se tash edhe vllai nuk e do të keqen asaj. Po patjetër. Por le të themi, frika nga vllai dhe babai e ka detyruar që të largohet me këtë person? Si mendoni ju? Ajo largoi se e dua, thoshte ajo. Ajo largua ajo. Jo se nuk e donim ne. Nuk e do dhe familja. Se ashtu thoshte dhe ai a ditë aty, kur e nëzore që... Që e dua, por e qartë, por një dashuri mes të rinjve që nuk u zyrtarizua asnjëherë mes familjeve. Jo. Ajo, çfarë date është larguar? Në data nuk më e mend, po ka qenë tetor, në gjetë... Tetor 1996. Mori rrobat e saj, iku dhe nuk njoftoi askënd. Po deta unë harrova ta merja, unë e kam mbajtur një bluzën e saj. E ruan si kujtim. E kam atje në dollap. Ke 30 vite harrova ta merja kur erdha.
30 vite që mban atë bluzë? 30 vite kam varur në dollap. Dhe është Unë nuk e vesh, se fillim e vishja, tash nuk e vesh, se nuk më bën me. Se ishte dobët ajo. Dhe është një kujtim që ruan nga motra Po. jote. E dashur, Angjelushe, ajo u largua dhe nuk njoftoi askënd. Mbriti në Itali. Çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh? Nuk di gjë se ç'a ndodhi. Se ç'a bën, unë nuk di gjë. E qartë, por juve ju njoftoi babai që motra iku, Po, humbi. fola 2-3 herë në telefon, thaj, edhe nuk fola me, tha. Nuk fola me, pastaj u shkëputi. Ajo mburiti në Itali dhe telefonoi nga Italia, babain dhe Shumë më vllajin. thoshte babi që më mori 2-3 herë, thaj, s'më mori me. Po, Fliste nga Italia. Është informacioni Tash saktë. ku e dihet se mos mund të ketë edhe Greqi. Ku e dihet se mos dinte gjë babai se çfarë përfikse kishte Italia Në atë vit. në atë vit. Ku di? Çfarë i ka treguar vetë Mimoza babait? Nuk- Ato që ju kujtoni, nuk- ose nuk- janë 30 vite. Nuk më ka folur as i llafshën. Ja mirë, kaq më thoshte babi. Që më thotë ja mirë, thaj, mos u bë merak edhe kaq. Personi me cilin ajo u largua, ju e njinit. Po. Sigurisht që e njinit, Po. sepse vllai e kishte kapur disa herë që ajo fliste me të. E pa ta parë dhe unë që lëviz aty me biciklet një herë, atë fytyrë më i mend që atëre unë. Që më themë radhe pare njef, unë nuk e njoh. Se tash edhe ka ndryshuar ai se është Ka madhor. kaluar 30 vite. Ai ka patur diferencë me motrën tuaj në atë kohë? Mund të ketë qenë çik më i madh në tre. Motra juaj 18 vjeç në ato vit, Ai mund të ketë qenë 20 e ca vjeç, një gjë e tillë kështu. Edhe ai nuk ishte i madh. por dua të pyes Angjelushe dhe të më tregosh ditën e sotme. Në momentin që motra iku, u bë alarmante dhe ju keni njoftuar dhe në polici. Po, e njofton polici, vati babi. Ju e dini kush persona kishte marrë, Po, e datë çoi babi emra? aty, ata e thanë atë policinë një duhem të dy. Duhemi të dy, tha, polici. Sepse ajo fillimisht nuk është nisur direkt në Itali, ka qenë te Jo, shtëpia e jo, tij. ndaj 2 muaj shtëpi janë tit ajo. Ajo iku nga shtëpia juaj dhe vajti te shtëpia e të dashurit dhe Lajm- jetoi 2 muaj te shtëpia e të dashurit. Po, lajmëroi babi policinë, e pru me fort aty, tha babi. Në rajon e policisë, Rajon, po. edhe pyetën, ne duhemi të dy, çfarë të bëte babi pastaj? Nuk është çfarë bënë babi, sa ata thanë, duhemi të dy. Largimi drejt Italisë është bërë pas 2 muajve. Ju Po, si e mësua po. që ajo mbriti në Itali? Ishte vetë që kontaktojnë telefon Jo dhe... se mbriti, po, kur vati babi atje që gjë ta merrte në shtëpi, të bënde hyrje, ai kishte që ne do ikim nesër në Itali, kishte. Pa ditë nuk kishin ikur, Po, se lindi nuse vllai kish vajtur në spital ajo, kur lindi nuse vllai kish marrë vesh dhe kish vajtur atje, po. te nuse vllai. Sepse dhe djali që dashuronte ishte po nga zona juaj. Po, aty afër ishin. Po, Afër. Edhe kështu që atëherë pastaj zim që se kur iku. Në Itali. personi në fjalë që, le të themi, u dashurua motra juaj Mimoza Kallmi e dashur Angjelushe, gjithnjë e ka deklaruar edhe për ju dhe për studion e emisionit Pa Gjurmë që ne qëndruam bashkë në Itali për disa kohë dhe më pas ajo iku. Odeta në 98-ën, Që bie 2 vite pas humbjes. te Telenorba shqiptare, Po, emisioni ku je? jo, ishte te Telenorba shqiptare, ishte në lajmet, Po. ishte bashkëpunim policia shqiptare me bashkëpunim me policinë italiane, Po, e thoshte ai atje, unë se si më vajtën sytë, nuk e di, te televizori, edhe kur ishte në program për prostitutat, po. që flisë policia, edhe ato i dha me kurris ajo. Kurse motra ime, i dha drejt, kështu me fytyrë. I thash burrit unë, është motra ime? Ajo është, tha. Pra 2 vite pas humbjes, ti ke parë motrën... Ne kam parë, ka qenë 8 dhjetor i 98-ës. Policia italiane kishte arrestuar, le të themi. Jo, si kishte arrestuar, për ishte në bashkëpunim për këto. Po pra, për ndalimin e vajzave të cilat Për mbrojtjen e pushtronin. këtyre. Edhe në rrugë, i kishte marrë kamera, ato ishin i dha me kurris, kurse atë dha kështu me fytyrë, ishte drejt kështu. Edhe i thash burrit unë, ajo është ta. E njohe direkt. Unë, si që pa ta parë në ëndër t'i Odeta, me një xhaketë të zezë, me parasysh bluzet bardhë me jak kështu, lartë, të gjatë kështu, si që pash në ëndër, ashtu pash me atë roba atje, te televizori. Si që ka parë në ëndër unë, ashtu e pash te televizori
atë rroba. Por nuk u interesuat në policisë shqiptare çfarë ndodhi me vajzat, le të themi që ishin ndaluar dhe ishin marrë në mbrojtje nga policia italiane, të cilat shfrytëzoheshin në rrugë? Ku do vija unë nuk isham që të bridhja. Por, e dashur Mimoza, të thërita Mimoza, të kërkoj ndjes. Pa që kojnë në mbarë. E dashur Angjëllushe, e ke menduar që personi që ajo dashuronte dhe e shfrytëzoi në shtetin italian, duke konfirmuar dhe me këtë lajm që ti e ke parë me sytë e tu, motrën të ndaluar nga policia italiane në 98-ën, ata janë shkëputur me njëri tjetrin, sepse ai tha pas një kohe, ajo iku. Mund të jetë kjo, le të themi, ndalimi i policisë? Nuk e di, ajo nuk i ndaloj, jo se i ndaloj. Ajo thoshte në të lajmet në mbrojtje të prostitutave. Jo se i ndaloj. Të punoj se vetës seksit, vajzave... Në mbrojtje të këtyre. Ato i dha me po kur temi në mbrojtje të tyre, i ka marrë dhe i ka struar një qendër... Ka që të gjova. Nuk i ka lënë në rrugë, kjo është ideja. Ka që të gjova dhe i tha... Kjo ishte në profil të ekranit këshu, i ku këshu dhe ktheu kokën, i thash burrit ajo, është ajo, tha. Edhe kam shikuar deri të nesme se... japin lajme deri në 12, japin... Për të ripar të njëjtën kronikë, e qartë. Edhe pash, deri para dite nesmen. Që është dhënë si lajmë në 98-ën dhe ti e konfirmon që ishte motra. Ajo ishte. Dhe ju jeni të bindur që ajo është trafikuar në shtetin italian, nga personi që e mori. Edhe frikë kam që atëherë mund të ketë në Greqi. Nga eksperienca e shumë vajzave të trafikuar në shtetin italian ndër vite, kanë gjetur strehim në strezat të ndryshme që shteti italian i ka ofruar, kanë dalë nga i strehim, janë rehabilituar dhe më pas janë martuar dhe kanë vazhduar jetën. Më kujtohet historia e një vajze kuksiane me mbiemër Ramani, e cila ishte trafikuar për vite të tëra në Itali, më pas ishte marrë në mbrojtje nga motrat Nën Tereza, dhe pas disa viteve ajo kishte vazhduar jetën. E mendoni që mund këtë vazhduar kështu me motrën tuaj? Inshallah ti të gjallë edhe ta. Asgjë më shumë. Inshallah ti të gjallë, vetëm ti të gjoj zeri të shof, inshallah ti të gjallë, ka i dua. Personi në fjalë, i cili u dyshuar që e trafikoi, është takuar nga familjarët tuaj, është... Unë të kam thënë, kishtë takur një me babin rrugës, edhe kishtë babi që dua trupën. Sepse lajmi që t'jepe në televizor motrën, ja the babajt dhe vlajt. Po. Edhe kishtë thënë babi që unë dua trupën. I kishtë thënë dhe të bije. Se ka përruar sot. A i nuk dha asë informacion si ishte ndarë me motrën tuaj. Se sot aktualisht, a i nuk jeton me të, ka vazhduar jetën, sigurisht. Por a i asë njerë nuk të rëgoj se çfarë ndodhi me motrën tuaj. Unë nuk e takova me. Por themi ju e ka fjallën e qartë, ka fjallën për babajnë, për vlajnë. Se babi i këte në Kuçov, i këte me biciklet, edhe i ka qenë në rrugët, se afër janë ata. Mirë, do bëjmë një shkëputje dashur Angjëllushe, do rikthehemi sërish bashkë, dua të bëj dhe pyetje të tjera me historinë e Mimoza Kallmit, por për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim live, kushdo që mund ta njohë historinë e Mimoza Kallmit, 48 vjeç sot, nga ura vajkurore, regjia do na ndihmoj me foton e saj. Ka qenë vetëm 18 vjeç kur u largua për herë të parë nga Shqipëria drejt Italisë në vitin 1996. Bëri vetëm 3-4 telefonata nga Italia me babajnë e saj, më pas u shkëputën telefonatat dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e Mimoza Kallmit. Nëse është shëndoshë mirë, ndodhe diku, ka rinisur jetën, sot ajo bie të jetë plotë 48 vjeç. Kushdo që ka informacion është i lutur të na kontaktojë në numrat tanë të telefonit, unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Mirë, jemi rikthyer sërish bashk live dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e zhdukjes së Mimoza Kallmit, një adoleshente e cila u dashurua me një person në zonën e Urës Vajgurore, aty ku jetonte edhe vet, u largua dhe u trafikua drejt Italisë duke shkëputur përgjithmonë kontaktet me familjen. Them përgjithmonë për një kohë shumë të gjatë, deri më sot janë mbushur 30 vite dhe ende nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e saj. Me mua në studio është motra e të umbrës, zonja Angjëllushe. E dashur Angjëllushe, dua të pyes dhe të më tregosh gjithnjë ajsat ju dini, sigurisht. Motra humbi kontakte dhjetorin e 96-ës. Pra sa mbërriti në Itali, ajo në tetor të 96-ës mbërriti në Itali,
nëntor, dhjetor, 2 muaj mbajti kontakte me babajin e saj. Tetor ndenja ty ajo të shtëpia tia, tetor, deri në... Po, ke të drejtë. Mbriti në Itali, bëri disa telefonata 2-3 le të themi, dhe në 4 dhjetor, fillimi dhjetorit në 26-ës, ju shkëputët zholli kontakti me motrën. Ju më treguat në pjesën e parë që 2 vite më pas, në 98-ën, ti motrën e ke parë në televizor. Në lajme, në edicion e lajmeve, ku policia italiane në bashkëpunim me policisë shqiptare kishte marrë në mbrojtje vajzat e reja shqiptare të trafikuar në Itali. Dhe aty ke parë motrën tënde. Që të thotë, 2 vite, ajo ka qenë në Itali. Kjo është e sigurt. Po tashi që derisa dha ajo... Po, kjo e dëshmoj që ka qenë në Itali. Do të thotë, pavarësisht se është trafikuar, ajo mund të gjente mundësi t'ju telefononte. Nuk e di. Unë të thash, inshallah t'jetë gjallë. Çfarë dyshon ti si motër? Më mirë se ju nuk e një askush, Mimozën. Nuk e di, që të themë në shkreta? Pra të që ishte atër, ishte shumë e dashur, ishte shumë afruar, shumë punëtore, shumë, nuk e di. Sa edhe i jatit i cunë di kështë në babit. E kam shumë punëtore kështë në... Punë mi ben, me lopët mi mjel kështë në... Ishte shumë punëtore, edhe të unë kur vinte. Thjesht fakti që ajo iku në Itali dhe mendja gjithnjë shkon për keq, duke ditur që ju e besoni që motra u trafikua, babai, vllai mund ta kenë kërcënuar ose i kanë folur ashpër dhe kjo e ka detyruar që ajo... Tashi mas i ka folur atëre se tashi edhe kush është e vllai që të shikoj të keqen e motrës, po. Ajo tashi në qoftë se është gjallë, mos kujtojme ata mbrasmet, po të shikoj jetën për para tani. Vllai me zi po pret atje. Për motrën. Edhe motrat me zi po presi. Por e mendoni që thjesht fakti bërtitja e vllajt, e babait, e ka bërë që ajo një erese, 18 vjeç ka qenë, nuk ka qenë e madhe. Për mua fëmijë, edhe pse ishin moshë madhore, le të themi sa kishte kaluar 18-at, fëmijë ishte prap, frika e ka stepur të kontaktoj? Nuk e di, se dhe neve, se dhe ne kur kemi qenë të reja, dhe ne nga ka folur, se shi nuk do majmë zëmrat. Ajo mos e zëmrohet. Njeri ju jote është joti, është gjaku jotë. Angjelushe, për gjatë viteve, pas 98-ës, atë moment që ti pe në ekran, kam britur ndonjë informacion në shtëpinë tuaj? Qoftë dhe në kuadrin e thashe themeve. Kam gjuar një muhabet, por nuk e di se qa vendi ishte. Po, për Itali bëhet fjalë? Në Greqi. Për në Greqi, po. Mirat e që pa trupa. Se ju dyshoni se ajo mund t'jetë zhvendosur nga Italia, mund këtë vazhduar jetën në Greqi. Mirat e që pa trupa, po një... Xhaxhaji më rrinë në Fierë, edhe aty kështë ardhë njeri të komshie atyre, edhe kështë pjetur këtë nusën Xhaxhajt nga bëjt fjalë para sa kosh, kjo informacion? Në basë kësaja, që ka iku nga Italia. Po? Ka qenë të 2000, diku këtuja. Pra flasim 4 vite pas humbjes, po? Edhe kështë nga jeti, kështë këtu, kështë nga fshati Kucovës. Ka është një qup atje, kështë nuk e ka maman, kështë. Edhe këta cunat atje, e kam parte lokali, kështë këta cunat dhe që raur atje, edhe që atërë mora vesh që e cunë kështë ardhë shpi. Kur ishin raurat atje, a i cunë kështë ardhë shpi pësaj. Dhe dyshoj se kjo vajza mund ishte motra... Se kjo ma thosht edhe vetë, mo që vetë edhe në Greqi. Kur ishte në Itali? Jo, më përpara, cupa, motra. Ma thosht e pa ikur, që vetë edhe në Greqi dhe në Itali, thështë. Për të dashuri? Po. Që shkon dhe në Itali dhe në Greqi, pra ne ju gjithmonë dyshua se ajo mund të kështë ndryshuar destinacion. Nga Italia mund të kështë vajtu në Greqi. Edhe kështë në ajo, kështë në... Esh i flok kachorele, kështë në qupe gjatë, kështë në mama nuk e ka. Që përputhet me dhona tuaja, po? Edhe kur mora vjeshën, a i cunë kështë ardhur shpi. Si ishin zenë ati jeta. Bëjt fjalë për të dashurin e partë të motrës, a i që e trafikoj. Që a i kishtë mbritur në Shqipëri. A i kishtë ardhur në Shqipëri pësteja, kur mora vjeshtë të muhabet. Nuk e di. Ju dyshoni sa e mund këtë vajtu në Greqi? Po si pas informacione në Greqi, po dalin të shi, nuk e di.
Sepse një tjetër informacion të sigurt, le të themi, ju e keni në vitin 2008 nga vajza juaj, e cila ju pretendoni që vajza juaj rastësisht në Greqi ka takuar tezën e saj, pra motrën tuaj Mimoza Kallmin, dhe ajo është 100% e sigurt që ishte Mimoza. Po e kish pyetur dhe për çunin ajo. Se e kish pyetur për çunin tim. Për nipin e saj. Po, se e vuri vetë emrin ajo. Por atëherë çfarë e pengon motrën tuaj? Më tha mua do t'ja vesh emër grek, më tha mua Marinel. Po me gjithë informacione, me gjithë dëshmi e dashur Angjelushe që ju keni marrë ndër vite për Mimozën, çfarë e pengon atë të kontaktoj? Nuk e di, Odeta, për këtë habitem nuk e di. Nuk e di. Asu nuk e di. Do shta kaq shumë vite e kanë bërë më të ftohtë? Është ftohura, ku ta di unë? Ku ta di unë se si dhe këtë hallin? Është gjalla, s'është gjalla. Që të them? Baba juaj i ndjerë u largua nga jeta në çfarë viti? E 11 vjet i mbushin në janar. Para 11 viteve? Është largua nga kjo jetë? Në 31 janar i mbushin 11 vjet. Dhe në atë koha i kishte afërsisht 19 vite pa takuar të bikë? Po. Me një plagë të madhe për Mimozën? Shumë. Qa dhe bëj? Vuajtje dhe dhimbje që i keni përjetuar në familje, dhe e besoj këtë pjesë e dashur Angjelushe, tashmë ke ngelur, jeni ju, motra tjetër? Motra tjetër është në Greqi, unë kam një qup xhaxhaj, ata e mbaj si motër aty. Motër, se ata motër kam qup xhaxhaj, po ta mem si motër, vete unë, vjen ajo te unë. Edhe vllai që jeton? Edhe vllai, në Kuçovë. Të motra tjetër rrin në Greqi, në Athinë. Të tre jeni të interesuar për gjetjen e Mimozës? Shumë. Kur do vija ditat marrëvesh? E qëse do m'japsh një lajmë, nuk e di se si do reagoj ti, Odeta. Uroj të arrim në atë moment nuk e di. Ne të marrim lajmë dhe informacion për motrën tuaj. Është një histori që ka ndodhur para shumë viteve. Musaj që vivi me shpresë. Të besoj, por unë të atje me sinqert me ty e dashur Angjelushe që e sillim sot në fokus dhe histori me shpresën që dikush mund të na telefonoj, mund të na ndihmoj me informacione, janë histori të vështira edhe për ne, por uroj që të zbardhet kjo e vërtet, jo e pamundur, kështu që edhe një herë më lejo të bëj një thirrje gjitha audiencës time, ata që janë duke na ndjekur në këtë transmetim, kushdo që e njeh historinë e Mimoza Kallmit, edhe një regjia të nxjerrë foton e 18 vjeçare së asaj kohe. Sot ajo është plot 48 vjeç, ka kaluar 30 vite nga momenti që u largua nga dera e shtëpisë në urën vajgurore, u zhduk dhe humbi kontaktet nga Italia. Kushdo që e njeh Mimoza Kallmin, kushdo që ka informacion, është i lutur, qoftë dhe anonim, të lidhet në studion e emisionit Pa Gjurmë, ju i dini kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Angjelushe, ju vini në këtë studio në emër të gjithë familjes. Po. Edhe të vllajt dhe të motrës në Greqi. Kur flisni të tre bashk, e kujtoni Mimozën? E kujtojmë, po. Dhe pak më parë që i vetmi kujtim është e bluza që e mban. Unë po them atë bluzën e mbaj atje. Edhe këto rrobat që ka dalë ajo foto, i mbajtën çupat e mia kur qenë pa martuar në shtëpi. Kujtim nga tezë. I veshën ato. Ka marrë malli. Shumë sa. Më gjatë sikur më shikon ashtu. Sikur shikon në reale. Ju jeni martuar dhe keni lëndë vogël, s'ka qenë e vogla. Po. Çfarë kujton nga Mimoza? Çfarë kujtoj? Shumë e dhimbë, se nuk e di pse u fto kaq, nuk e di Odeta, nuk e di pse u fto kaq, ajo vdiste. Nuk e dim çfarë ka kaluar në jetë. Nuk e di. Nuk e dim në çfarë probleme që ajo ka përjetuar ndër këto vite në shtetin italian. Nësa e vërtet ka qenë e trafikuar, jeta e saj nuk ka qenë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë. Me dëshirë apo pa dëshirë, ajo është dërguar në rrugët e Italisë dhe pa dyshim që nga historitë që kemi dëgjuar, këto vajza janë me trauma të mëdha. Por urojmë që atë jetë një jetë, të jetë gjallë, të ndodhet diku. Ura dhe pa të jetë gjallë, edhe thash, kajtë më thoj, se të shi është dhe telefoni i gjenë emrat si çupave të timin,
Edhe nuk i ka vënë emra të ndryshëm, i ka vënë emra të tanë. Që të na gjejë ajo. Uroj që ky emision të ketë telefonata. Uroj ta kesh këmbën e mbar ditën e sotme. Uroj që zëri juaj të dëgjohet nga ky transmetim. Do i mbyllim bashkë me një mesazh që ti drejtohesh Mimozës, gjithnjënës ajo është gjallë dhe jeton në Greqi, sipas informacioneve të fundit, duke u ndalur te viti 2008, që është një informacion shumë i besueshëm, takuar nga mbesa e vet dhe nuk dihen arsyet pse nuk kontakton me ju. Në emër të vllajve të motrës, ju të tre keni ngelur në atë familje, në familjen Kallmi, çfarë do i thoshe sot Mimozës? Unë i bëj thirrje, as zor mos i vi, të vi, mos ketë frikë, po e presim të tre, i gjithë edhe fisi. Edhe kushërinjt. Më pyesin Tezja, Daja, më pyesin gjithë. Gjithë, kushërinjt e mamas, më pyesin gjithë. Sepse ajo mungon familjen tuaj. Gjithë fshati më pyet aty me gjithë motrën. Të kanë parë dhe në studion e emisionit pa i gjurë dhe... E dashur Ëngjellushe, uroj, lutem që të kemi informacione, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që ky vit jetë viti fundit për ju, me këtë dhimbje të madhe, ta uroj me zemër ta zbulosh të vërtet. Dhe urojmë që ajo të jetë shëndosh e mirë dhe të takohesh një ditë me motrën tënde. Faleminderit dhe të rrofsh. Falenderoj dhe kur do vi ajo ditë. Lutemi, të jetë sa më afërt. Ashtu flasë në shtëpi atje ku do afose me njerëzit e mi atje. Nëse do ikim kokë mbrapa. I e re për ta menduar këtë gjë Ëngjellushe. Uroj që ta zbuluar sa më shpejt dhe ta mësosh të vërtetën e Mimoza Kallmi. Faleminderit. Po 30 vjet më dhe ta. Dhimbja është e madhe. Sa po vjen zemra po thyet në këto rrotat me. Nuk e di pse nuk kujtohet, nëse është gjallë, nuk e di. Uroj që atë në ndjeki. Uroj që ta dëgjoj mesazhin tuaj. Dhe uroj që këto lotë që përderë sot. Inshallah dhe ta. Të kthehen në lotë gëzimi. Në rrofsh. Faleminderit Ëngjellushe që të pata në studio. Mirë me historinë e Mimoza Kallmi, dashumiq, kemi ardhur në fund të kësaj pjese. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumiq, në këto minuta që më kanë ngelur, dua t'i shpresoj për të tjera pasaporta, për të tjerë persona të humbur që janë larguar dhe kanë shkëputur çdo lloj kontakti me familjarët e tyre. Do të sjell në fokus historinë e një 80 vjeçari nga Tirana me emrin Përparim Dalla, i cili është larguar nga banesa e tij në 6 shtator të vitit 2022. 4 vite mbushën shtatorin e këtij viti që familja ende nuk ka asnjë informacion për Përparim Dallën, kur regjia na ndihmoi me foton e 80 vjeçarit, sot është 80 vjeç. Sepse ka 4 vite i humbur dhe ka qenë 76 vjeç kur është larguar nga shtëpia. Historia e tij është një histori e dhimbshme, jetonte i vetëm pas vdekjes së familjarëve, nuk kishte krijuar asnjëherë familje dhe ishte vllai me kunatën që kujdesej për Përparim Dallën. Përparim Dalla u largua pa lënë asnjë adresë dhe familjarët dyshojnë se ndoshta persona të rritur e kanë marrë Përparimin dhe e shfrytëzojnë për lypjen në Kosovë. Urojmë dhe shpresojmë që ai të jetë gjallë, të jetë në jetë, por ka kaluar një kohë gjatë duke menduar dhe moshën e tij, padyshim që familjarët kanë të drejtë që mendja të shkojë më tek e keqja e mundshme. Ne sillim sot në fokus për të zbuluar këtë të vërtetë me shpresën që ju do na ndihmoni. Si është dukur Përparim Dalla, çfarë dyshojnë familjarët dhe kush janë emrat që dyshohet se mund ta kenë rrëmbyer këtë të moshuar? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. 80 vjeçari Përparim Dalla rezulton i humbur që për 6 shtatorit të vitit 2022, Përparim Dalla u largua nga banesa në Tiranë pranë shkollës Partizani në Mbesdit, ndërsa vëllait i bëri me shenjë se do të kthehej shpejt. I moshuari kishte probleme me dëgjimin dhe të folurën që në lindje, deri pak kohë më parë jetonte me nënën dhe motrën. Kur e ëma ndërroi jetë dhe motra emigroi drejt SBA-s, 80 vjeçari me probleme mbeti vetëm, dhe jo në pak raste u bë prej vjedhjeve dhe shfrytëzimit përpara nga persona të tjerë. Duke përfituar nga gjendja e tij shëndetësore, tre të rinj nga komuniteti rom e shfrytëzonin rrugëve të kryeqytetit për të mbledhur kanaçe dhe me anë të mashtrimit i merrnin madje edhe pensionin.
Jo rrallëherë të afërmit të përparimit janë drejtuar komisariatit të policisë, pasi përparimi vitet e fundit largohej shpesh nga shtëpia dhe qëndronte me ditë të tëra jashtë. Pas denuncimit të bërë në komisariat për humbin e përparimit, ende policia nuk ka marrë në pyetje personat për të cilët familjarët dyshojnë, persona me të cilët ai shoqërohej vazhdimisht kohët e fundit. Ende pa konsumuar drekën e së dielës ai doli nga banesa mes ditën e 6 shtatorit dhe nuk u kthye më. Një muaj më pas dikush pretendonte se e ka parë në zonën e Tufinës në Tiranë, por pas kërkimeve të bëra nga të afërmit e tij, nuk është gjetur asnjë gjurmë. Mbushen 4 vite që nuk ka asnjë informacion për përparim dallën dashurmish dhe unë bëj thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë, kushdo që e ka parë këtë të moshuar, ka informacion për përparim dallën nga Tirana, që e theksoi është larguar nga banesa në 6 shtator të vitit 2022, është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Ju i dini kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, jemi sërish bashk live dashurmish. Në këto momente do të zhvendosemi në zonën e Pogradecit, do të jemi në kërkim të Bilal Hykos nga Velçani Pogradecit, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij përpara 15 viteve, konkretisht në 7 nëntor të vitit 2011. I riu e asaj kohe, 26 vjeçari, u nis drejt Maqedonisë së Veriut, kështu i tha nënës dhe babait, do të shkonte për të punuar, por shkëputi çdo lloj kontakti dhe më pas nuk u zbulua asgjë për fatin e tij. Familjarët kanë bërë denoncim si në Pogradec, por dhe në Maqedoninë e Veriut, në zonën e Gostivarit, aty ku ai punonte, kishte qenë herë të tjera, por deri më sot janë mbushur 15 vite dhe nuk është gjetur asnjë gjurmë jete për Bilal Hykon, që regjia na ndihmoi me foton që nëna e tij na ka vënë në dispozicion. Uroj dhe shpresoj të ndiqemi në zonën e Gostivarit, çdo shqiptar që është duke na ndjekur në këtë transmetim dhe mund ta kenë njohur Bilal Hykon, i cili kishte qenë edhe vitën përpara se të humbej dhe punonte në zonën e Gostivarit, në fshatrat përreth Gostivarit dhe Tetovës, kushdo që është duke na ndjekur, kushdo që mund të ketë informacion, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Por kush është historia e të riut nga Pogradeci që dyshohet se gjurmët e fundit i ka në Maqedoninë e Veriut? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Në ditën e tij të lindjes më 7 nëntor, kur mbushte 25 vjeç, Bilal Hykon nga fshati Velçani Pogradecit zhduket pa lënë asnjë gjurmë, duke lënë pas bashkëshorten dhe nënën në shtëpi. E reja, e cila kishte vetëm 2 javë që kishte ardhur nuse në shtëpinë Hyko, e priti vetëm 5 ditë Bilalin dhe vendosi të largohej duke vazhduar jetën e saj. E vetmja që e pret edhe sot e kësaj dite atje ku e la, tek dera e shtëpisë, është nëna e tij, zonja Diturie. Ajo kujton fare mirë atë mëngjes kur e përcolli pa dëshirë drejt shtetit fshinj. Nëna donte t'i festonte ditëlindjen, por 25 vjeçari donte të emigronte për një jetë më të mirë. Prej asaj dite, askush nuk e pa. Prej asaj dite, asnjë informacion. Prej asaj dite, ai u zhduk për të mos u kthyer më kurrë. E vetme dhe në moshë, nën Dituria ju drejtua policisë, ku pas denoncimit mësoi se ai kishte kaluar kufirin dhe ishte futur në territorin e Maqedonisë së Veriut. Nuk u mësua me kë udhëtoi dhe në cilin qytet qëndroi. 6 vite pas humbjes, në vitin 2017, erdhën lajmet e para në familje se ishte parë në disa fshatra të Gostivarit dhe Shkupit. Kjo bëri nënën të merrte rrugën me shpresën se do e takonte të birin, por jo, fatkeqësisht nuk gjeti asnjë gjurmë të tij. Denoncimi u bë edhe në Maqedoni. Dyshimet janë të mëdha se ndoshta diçka i ka ndodhur, apo dikush mund ta mbaj peng dhe e shfrytëzon. Bilal Hyka ishte një djalë i urtë dhe shumë punëtor dhe sipas nënës, kurrë nuk do të largohej me dëshirën e tij, duke lënë atë për gjithë këto vite në ankth. Kjo është historia e Bilal Hykos, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij. U bëj thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë në emër të nënës dhe babait të Bilalit, që kushdo që ka informacione di të vërtetën e tij, qoftë anonim, mund të lidhet me redaksin ton, pasi janë familjarët që kanë bërë denoncimin për zhdukjen e Bilal Hykos, 41 vjeçari nga Velçani i Pogradecit. Mirë, me historinë e Bilal Hykos kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit dhe bashkë do ritakohemi sërish. Dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.